do të doja që ndoshta edhe aeroporti tjetër i Gjirokastës të futet në funksionim. Aeroporti i Gjirokastrës apo i Sarandës, Sarandë-Gjirokastrës, unë e kam thënë dhe them është më i gatshëm për të ndikuar për rritjen e turizmit në Shqipëri, pasi inventari hotelier në zonën Sarandë, Ksamil deri në gjysmë të Rivierës është shumë i madh. Është i pashfrytzuar në tërësinë e sezonit të tij dhe është një industri turistike që nuk bazohet në aeroporte vendase, por bazohet në aeroporte jashtë kufirit. Do doja që një aeroport brenda kufirit të ishte mbështetës dhe zhvillues për një turizëm gjithvjetor edhe në zonën e Sarandës.